Ish sulmuesi I kombëtares shqiptare Altin Rakli tha për Sport News në News 24 se kjo është ndeshje për tifozët pasi sipas tij ata përjetojnë më shumë emocione se të tjerët. Ndërsa në aspektin sportiv Rakli pohoi se për objektivat që ka kombëtarja duhet patjetër fitoria ndaj Serbisë pasi ajo vlen në shumë aspekte. Kjo sfidë më shumë përjetohet për tifozët. Më thot një miku im se pse nuk po vjen të shohim sfidën me Serbinë. I them se kësaj here duhen tifozët në stadium, unë do ta ndjek nga televizori. Droni I prishi të gjitha në Beograd, por mënyra se si u soll publiku serb nuk mund të ndodh edhe mes armiq pasi ishte thjesht një ndeshje futbolli. Të gjithë duhet të mendojmë tani se si të fitojmë. E para na duhet për kualifikimin sepse po e humbëm ndeshjen zbehen shumë shanse. Barazimi nuk do të ishte fundi I botës, por nëse pretendojmë duhet vetëm fitore dhe djemtë duhet ta tregojnë në fush urim për sukses, u shpreh Altin Rakli. Ai ka edhe një ide se si mund të luajë Shqipëria në sulm, teksa mendon se duhet të jenë 3 lojtarë. Rakli mendon se këtë herë mund të mos luajë Asani në krahun e djathtë dhe në vend të tij të jetë Armando Broja dhe në maj të sulmit Mirlin Daku, pasi janë 2 futbollistë me potencial dhe mund të çajnë mbrojtjen serbe. Ndërsa në krahun tjetër sugjeron Nedim Bajramin. Trajneri ka zgjedhur një modul me 3 sulmues ose një në krye dhe 2 gjysmësulmues në krah. Nëse Silvinho vazhdon me të njëjtën dashuri për Asanin do të luajë me të në krah. Por mendoj se do të luajë me Dakun në qendër. Broja dhe Bajrami në krah. Unë kam besim shumë të sulmi ynë dhe mendoj se do të fitojmë 1-0, deklaroi Altin Rakli.